Do më hanë, shumë prish punë. Se për kriteret e minja, për të paret e drejt i fundit, janë të barabartë. Nuk ka aty njeri që kësen me standarde demokratike për i tjereve, ose më maj zoti, ose me zoja, sepse janë këtë njëjtë, mu më befasoj veç një fakt. Pse në momentin e fundit, Vjosa Osmani i bon favor neglijencës edhe mosdashjes me bon institucionet të Albin Kurtit. Pse i bon këtë favor? Është e pa kuptueshme, e pa qartë, kur ajo nuk fiton kur jo, por kalkulimet janë këtu. Sonte nuk ka president, vetë vendosja mendon, sepse kur kush nuk i rinë salë për njerëz partisë, vazhdon kriza, Albulena Haxhive merr presidencën, si ushtrues detyre, e zgjedh krye prokurorin e shtetit, dhe llogaritet që mas 2 muajve, sepse 2 muaj është me nenin të 10, që mund të shkruhet ç'përbohet kuvandi, shkruajnë në zgjedhje të reja, dhe në zgjedhje të reja sigurisht që marrëveshja sekrete, po them, është që prap me kandidu Vjosa Osmani. Po thu kështu, a? Po s'ka logjik tjetër, po ndyshe, me këto lakërdit, me amandamente. Burime nga presidenca. Këto kënë vetëm favori Vjosës kushtim. Burime nga presidenca më thonë që këto iniciativa ose këto nisma të çështjes së amandamente janë për presidentin e ardhshëm, jo për këtë. Po pse sonte po? E pse pra? E qëtu e problemi. A ndim se kushtim si pas meje. Ver një fjali po të ato. Që kjo është fillimi i tendencës të Albin Kurtit që kur s'ka i do